Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 24 deri në datën 30 mars të 2025. Është një javë ku do flitet shumë për çështjet e financave, do flitet shumë për rregull, për padrejtësitë që janë bërë dhe jo vetëm. Do shikojmë gjëra që mjaft informacione ku kërkohet kujdesi, kërkohen gjëra që duhet jemi shumë të vëmendshëm për atë që themi dhe ku do të shkojmë. Megjithëse kjo javë është javë e ndryshme nga javët e tjera, sepse mbyllet i kapitull. Mbyllen shumë gjëra nga shtatori i vitit kaluar me këtë javë. Po, duket e çuditshme, po t'i vini re, gjërat ndodhin, sepse do kemi shumë ndryshime në fushën e punës, disa do lëvizin nga vendi punës, disa do përfitojnë të drejtën e tyre, disa do fitojnë një çështje dokumentacioni ose diçka kësaj natyre, dhe janë shumë gjëra që do të lidhen, janë shumë gjëra që arrin dhe marrin dritë dhe jo vetëm. Kjo do të thotë që është mundësia. Por para se të filloj me parashikimin e kësaj jave kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar personalisht për juve, atëherë duke klikuar pikërisht faqen roza aty e shkoni, janë të afishuara të gjitha paketat që juve ju intereson. Çdo lloj pakete që keni aty, mund ta zgjidhni, shkoni tek sekretaria, duke shkuar te sekretaria aty, duke zgjedhur edhe paketën dhe numrin për kapës të mailjes, e klikoni, vendosni të dhëna, e dërgoni dhe pastaj, nëse nuk e keni vetëm aty, atëherë mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që dëshironi që në kohën që jemi live, ose në inbox mund të shkruani, por juve që na bëni subscribe, pikërisht tek butoni këtu, e pëlqeni faqen, subscribe, butonin e zilës, të gjitha, dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin që juve ka shumë dëshironi dhe doni. Tani, le të hedhim një sy kësaj jave, çfarë ndodh, dhe ku duhet bëjmë kujdes, dhe cilë shenja përfitojnë më tepër, dhe ku përfitojnë më tepër, dhe çfarë duhet të bëni që të ecni përpara në çështje të mëdha. Kemi datën 24 mars. Diellë informon një lidhje me Mërkurin në retrograd në dash, duke krijuar probleme në komunikimin ose transportin tonë që kemi të bëjmë për juve që jeni në rrugë të gjata, mund keni një defekt, një avari gjatë rrugës, jeni të vëmendshëm. Është një ditë ku duhet të jemi më të vëmendshëm ndaj detajeve, të mos jemi abstrakt. Dhe në diskutime me të tjerët, duhet të gjejmë zgjidhje alternative. Mund të ketë konfuzione, tendenca, vonesa, shtyrje, keqkuptime dhe vëmendjen më tepër që duhet të kenë ka të bëjnë shenja e dashit, kaforja, peshorja, britjapi të 10 vitit të parë. Sepse këto shenja duhet të kenë kujdes, qoftë në lidhje me punën, qoftë në lidhje me ndryshimin e punës që thamë, sepse keni marrë një lajm ose është ky lajmi tjetër që do të ndikojeni në lidhje me nuk keni bërë këtë punë, prandaj do lëvizni. Është sikur po themi joja, por nuk është aty çështja. Ju e dini shumë mirë ku ndodh dhe si ndodhin gjërat në anën tjetër. Megjithatë, do kenë zgjidhje tani e tutje. Data 26 mars. Kemi gjashtë Mërkuri që formohet për herë të dytë nga dashi me Plutonin vetëm këtë herë. Mërkuri është me sa duket në retrograd akoma. Ky kënd për shkak të rrjedhës së retrograd të Mërkurit tregon ndikimin e madh dhe tendencën për mos të zbuluar të që mendojë. Dhe megjithatë është ideal nëse duam të bëjmë kërkime dhe më të thella. Prek pozitivisht, kryesisht shenjën e dashit, luanit, shigjetarët, binjakët, peshorja dhe ujorit të ditës së parë ose ata që kanë planete në këto shenja. Ky ka një ndikim të mirë sepse data 26 po ta vini re. Kemi gjashtë që kam thënë. Këto shenja kanë ndikim në punë, kanë ndikime në biznese, kanë bërë padrejtësi,
ndarje që kanë pasur me të dashurin e tyre kanë bashkim. Po ke varë një individ përse kur janë ndarë dhe mashtrimet që ju janë bërë, apo shumë gjëra të tilla, të marrin lekë të pas, sepse do përfitojnë gjyshin, a gjyshi do bëhet ose diçka kësaj natyre. Është momenti më pozitiv i kësaj date. Mos e harroni datën 26 mars. Data 27 mars. Data 27 mars ka shumë ndikime, por dhe vëmendje. Ku? Afrodita shkon në retrograd në shenjën e ekzaktimit tek peshqit në ndikimin e tij, ku është një pozicion veçanërisht romantik, ndrimtar. I ëmbël, i butë. Afrodita ngadonjëherë bën një gabim kur është në retrograd, thotë mos kam gabuar një lidhje. Pse them unë që kanë 2-3 ditë që them lidhjet që janë ndarë do bashkohen. Nuk e them sepse do të çoj minutazhin, po e them sepse ka bëjnë shumë me këtë drejtim. Edhe shikoj dhe vetë. Krijojnë tendenca shumë të mëdha dhe ndikime në raste konkret. Nga ana tjetër, në marrëdhënie që kanë nisur në muajin e parë të vitit, ku Afrodita ishte në shenjën e peshqeve, do të favorizojë më shumë shenjat e ujit, përkatësisht Gafore, Akrep, Peshk, por edhe shenjat e tokës, Demi, Bërqapi të dhjetëliçit të tretë, ku kanë bëjë shumë dhe me ndryshimet dhe ndikimet. Në të njëjtën ditë, pas orës 12:30 deri në orën 20:05 minuta, Afrodita në retrograd takohet me Neptunin tek peshqit, një lidhje me një kënd që i referohet dashurisë romantike, por dhe idealizmeve. Sigurisht, nuk është një kënd shumë praktik. Ndaj, mos vështirësoni shumë ditën në nivelin profesional ose diçka aspekte të tjera që keni juve të krimtarisë ose një punë ose biznes, ose të fusni gjëra të reja në biznes mbas dite, pra keni pa kujdes këtu. Unë ju them për çdo një vazhdim tuaj. Dhe çfarë mund të bëni? Të rishikoni gjërat që do të keni dhe mundësi që do të jepen, sepse kjo ditë ndikon pozitivisht, siç janë shenjat Gaforia, Akrepët, Peshqit, të dhjetëliçit të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi datën 29. Data 29 shquhet shumë, ku nga data 24 deri në datën 29 do shikoni ndryshime miqtë e mi, të dashur ku do ndodhin në Shqipëri diasporë, dash në shtete, dash ndërshtetërore, dash gënjeshtër do dalë sheshi, dash padrejtësi do vijë në vend, po që do bëhet në këtë fund muaji, hapni televizionin, do më kujtoni. Ka të bëjë shumë me ndodh eklipsi i dytë i vitit dhe i fundit në boshtin dash peshore. Ky është një eklips diellor. Në dash sundohet nga Marsi, i cili është në Gafore. Ky eklips, i cili është edhe një hënë e re, na nxit që të ndikohemi shumë në lidhje me anë ekonomike, në lidhje me çështje të reja, por na nxit duke të marrë veprime të mëdha në lidhje me takimet e punës, lidhje me njerëz të rëndësishëm, por megjithatë, Neptuni në ditët e fundit të muajit dhe Mërkuri dhe Afrodita në retrograd do të jetë një pak vështirësi nga disa veprime që mund të bëjmë gabim, për ne kemi kujdesshëm. Padurimi dhe impulsiviteti mund të shkaktojnë më shumë dëm se sa të mira, prandaj bëni kujdes, mos u nxitoni. Ajo që do të keni, jeni të kujdesshëm dhe të durueshëm. Duke qenë se kemi ndikime kontradiktore, mund të kenë konflikte, mosmarrveshje dhe mund të bëhen edhe disa gjëra të tjera që duhet pasur kujdes. Prandaj, nëse është e shkuara, juve ju djeg, ju dhëm e shkuara, bëni kujdes, bëni durim se do dalë e vërteta, nëse jo, ka shumë probleme. Më vëmendje, më tepër do të kenë shenjat impulsive. Cilat janë shenjat impulsive? Shenjat impulsive janë Dashi, Gaforia, Peshoria, Bërqapi të dhjetëliçit të fundit, të dhjetëliçit të parë, ata që kanë tani në këto shenja. Data 30 mars. Data e fundit që do të thotë Mërkuri në retrograd kthehet në shenjën e Peshqit, duke krijuar pak a shumë disa ndikime të Mërkurit komunikimi, ju e dini, ose në lidhje me komunikimin do thotë lidhjet mund mos jenë ashtu siç duhet, sepse ndryshe them unë, ndryshe më kupton ti. Tu ka mohabeti që është Mërkuri në retrograd, jo se bëhet nam, jo. Por të pasur kujdes çfarë themi. Në fundit këto janë gjëra momentale, por po themi një dashur nuk bën.
Në të njëjtën ditë Mërkuri takohet sërish me Neptunin për herë të dytë të muajit në këtë lidhje, vetëm se këtë herë gjërat janë edhe më të vështira. Pasi Mërkuri është në retrograd, duke krijuar nga narresa kish kuptime, tendenca dhe ndryshime të mëdha. Mund të bien pre e grabitjeve ose mund kemi disa gjëra që nuk janë sikur duhet. Ve marrmi dokumente, na kërkojnë dokument tjetër kur ne kemi gjitha gati e kësaj natyre. Por gjithsesi do të keni kujdes sepse do vëmendje. Vëmendje më tepër duhet të kenë binjakët, shigjetarët, vëllëesha, peshqit të ditëve të fundit dhe veçanërisht kujdesen me marrëdhënie kontakte dhe transaksionet që ta kanë sepse mund të kenë probleme me banka, që të keni problem, të supozojmë që disa para nuk janë futur në bankë akoma, ju debatoni, keni drejtën tuaj, por kujdes, sepse nuk është në mënyrën tuaj. Në të njëjtën ditë, mbas orës 10:10, në të njëjtën ditë do të thotë që çështje të rëndësishme planetare këtë vit, pasi Neptuni kalon në shenjën e Dashit, pas plot 13 vitesh në shenjën e Peshqve, pra 2012, nga 2012 që ka qenë deri 2025, tani shkon tek Peshqit, pozicioni i Neptunit në këtë shenjë, pasi është planeti ngadalë në jep të dhëna për frymën dhe çdo epokë idealizmi viziotues, pra na frymëson, jep mundësinë. Gjatë 13 viteve të fundit kemi parë një zhvendosje si individualisht ashtu dhe kolektivisht në media sociale ku numri i ndjekësve është një kriter i rëndësishëm për suksesin social profesional. Tani Neptuni nga Dashi na bën që të mendojmë, të fokusohemi më shumë në njësinë në sjelljet individuale, arritjet e secilit person dhe veprat e tyre që ata kanë bërë. Tani nuk duhet të kërkojmë ato që ndjekin shumica, por ato që për ata që është në guxim, pra kanë mundësinë edhe pak më tepër, jo ditore ose çfarë mushemënia mund bëj tani. Jo, do të ishte në një standard. Neptuni fillimisht do të bëjë një fluturim provë në shenjën e Dashit deri në datën 22 tetor dhe do të vijë sërish për disa muaj në shenjën e Peshqve deri në hyrjen përfundimtare të tij në shenjën e Dashit në vitin 2026. Por ne do flasim në detaje për këtë ndikim, sa ndikohemi dhe çfarë do ndodhi për 15 vitet që do vinë, pra Neptuni në Dash, do kemi një temë shumë të rëndësishme këto ditë dhe do flasim diçka për to. Tani, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e ndikimeve të mëdha, me shenjën e mundësive të mëdha, që do të thotë shenja e Dashit. Çfarë ndodh në shenjën e Dashit? Dashi ka dy gjëra kryesore. Të parën, ka mundësinë që jepet, ka vullnetin që kërkon në lidhje me punën, lidhje me karrierën. Por çështjet që kanë të bëjnë në 10 ditë që i parë i kësaj shenje është në favor dhe jo disfavor, sepse ka shumë mundësi të lidhet me anën ekonomike financiare, ka shumë mundësi nga një takim që do bëjnë, se gjithmonë shenjës së Dashit e kanë pasur dhe kanë momentin e tyre, por unë mund thosha që edhe me bindje të plot janë disa gjëra që lidhen në fushën e karrierës, përveç se ka të bëjnë me anën ekonomike, me anën pozitive të punës. Një kujdes të veçantë duhet të bëjnë në lidhje me takime që bëjnë tani, dhe një kujdes duhet të bëjnë sepse ka një çështje madhore financiare dhe jo vetëm kaq, por duhet pasur kujdes nga një çështje ligjore dhe kjo është mirë që ta zgjidhni para se së zhvonë, sepse ju e keni dhe mundësinë, por megjithatë nuk ka të bëjnë me problemet ose me gjërat që keni pasur tani në këtë periudhë ju, po unë them që çdo periudhë ka kohën e vet. Por diti që i tretë duket se është mjaft i favorizuar dhe i kompletuar në atë çka do të bëjë. Në çështjet që lidhen me ekonominë, lidhen me ndryshimin, lidhen me marrje vendime të rëndësishme, ka të bëjnë me një lidhje që kanë pasur përpara dhe janë ndarë për një mirë arsye, por sidomos lidhjet me gafore dhe me britsjap janë të mbara, edhe pse kanë pasur çështje të pazgjidhura më përpara. Në lidhje me një çështje të vjetër, që më themi të vjetër para 2 viteve, dhe janë ndarë, që kanë qenë me britsjap, duket se tani janë
të gatshëm që t'i përgjigjen gjithçkaje që ata duan, gjithçkaje ata që kanë për të realizuar dhe kështu që arrin në finish. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por janë gati të përgjigjen gjithçkaje në këtë fushë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e nismave të reja dhe e kuptimit e ndryshimeve në lidhje me punën. Që do thot shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit. Demi viti që të parë, duket se tani mundohet shumë këtë periudhë të zgjidhë një problem të pasditur para disa kohëve që problemi lidhet me pasojë paluajtshme. Koha vërtet është në anën e tyre, por në anën tjetër është një mundësi dhe një periudhë ku gjërat lëvizin, ndryshojnë. Vendimet që merren është periudha dhe është një moment shumë pozitiv nëse djeti që 2 dhe i 3 kanë të bëjnë me punën aktuale. Ka të bëjnë me nismat e reja, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me komunikimin, ka të bëjnë me çështje që pak a shumë ndryshe mendohet, ndryshe veprohet, por mundësisht që edhe pse i keni mundësit, edhe pse jeni në kohën e dur, juve të kësaj shenje duhet të jeni mjaft vigjilent, sepse keni fituar shumë. Për një moment mund t'i humbisni. Ajo që do të keni në fushën e punës, lere çfarë thot të tretët pas krave. Shikoni çfarë bëni ju. Sepse do bëni një objekt bisede ditën e mërkurë, mërkurë tënjte ka të bëjnë shumë kjo, në lidhje me punën, në lidhje me disa çështje vendimtare që mund të merrni, por edhe pse juve keni mundësitë dhe kjo nuk do të thotë që është një problem, por meqenëse kemi edhe ndikime planetare disa çështje që mund të mos jenë ato që pritet, por në përgjithësi unë do thosha që ka të bëjnë shumë me punën aktuale dhe një vendim që mund të merrni tani tutje, është dhe koha e duhur për veprime dhe vendime të rëndësishme që mund keni dhe është dhe një moment mjaft i mirë sepse do të shikoni gjërat të ndodhin në anën tuaj. Por ju që jeni në diasporë, jeni në Gjermani për çështje dokumentacioni ose do ndryshoni punë, jeni në fushën e infermierisë dhe në fushën e infermierisë dhe kërkoni një vend pune ose një kontratë ose një dokument të rëndësishëm mund ta merrni, por shikojeni ditën e mërkurë, ditën e njëjtë, ditën e premte, janë 3 ditë shumë mira për juve të kësaj shenje që mund të përfitoni dhe ditë që parë dhe ditë që i tretë. Kjo vlen edhe për Shqipërinë dhe për diasporë. Ka të bëjë shumë për sa përket çështjeve të tilla. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa problematika të ndryshme juve, këto janë probleme kalimtare, nuk mund të them unë që keni diçka që nuk shkon tani për tani ju, por mos besoni në gjëra që nuk janë të realizueshme, sepse asnjëherë nuk ka gjëra që mos realizohen gjërën, por për juve ka të bëjnë mjaft intuita juaj, sepse jeni shumë përpara për që në këto kohë, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë në lidhje me ndryshimet që do të keni dhe çështjet që do t'ju jepen. Ana e dashurisë, edhe pse me ujor keni pasur debate, probleme, por edhe nga ana tjetër keni megaforre, megjithatë, një shenjë ajri, një shenjë uji nuk ju prish punë se jeni shenjë toke. Pra, ndikimi është mjaft pozitiv, edhe pse me problematika të ndryshme, edhe pse nuk jeni gati akoma të bëni ndryshime të mëdha, por pak nësi ka. Nësi ka që juve t'jeni aty ku doni juve, aty ku ndjeni mirë juve, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe shumë pozitive në lidhje me punë, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet e mëdha që keni tani tutje, sepse është koha, është momenti më i mirë, me sa duket jeni shumë me fat, sepse do të zgjidhni probleme të pazgjidhura dhe është dhe momenti juaj tani, sepse shumë gjëra kanë ndodhur, do ndodhin në fushën e biznesit. Prandaj është dhe koha më e mirë e mundshme tani në këtë periudhë. Për sa i përket një udhëtimi të papritur, do ndodhi ditën e diel mbas dite, nëse juve e keni këtë mundësi, mund ta realizoni. Prandaj do keni kujdes me këto lidhje, sidomos me akrep, se është një mundësi për bashkëpunim. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja
e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë shumë mundësira, por ajo që lidhet shumë për binjakët janë me shumë fat, në fakt për sa përket kësaj jave, sepse mbyllin një problematikë të madhe që kanë pasur këtu e shumë kohë, por edhe mundësitë që kanë në fushën e karrierës. Kjo javë dhe vazhdimësia që do vinë deri nga fundi i qershorit ka një mundësi të ardhë nëse duan të ecin përpara, të shikojnë dhe jo të gabojnë. Është një kohë shumë e mirë dhe tepër e përshtatshme për gjë që doni të bëni, dhe kjo është periudha më mirë e mundshme. Është një moment mjaft i mirë, perfekt në punën tuaj, perfekt në atë që doni të bëni, sepse zgjidhja dhe komunikimi është aja dhe zhëja. Edhe pse keni pasur probleme ju me të tretët, do t'i zgjidhni. Dita e hënë, dita e martë e ditë të dytë kanë 1000 mundësi që të arrijnë aty ku duan. Është një periudhë shumë e mirë për të zgjidhur problemet e juaja. Koha tregon dhe ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim, edhe pse me çështje problematike që mund keni pasur, edhe pse jeni pak në dilemë për të zgjidhur disa çështje problematike, por tani është momenti juaj për të 30 diqët ku gjërat do jenë në anën tuaj dhe mundësi të reja që do të keni. Mos u shqetësoni, edhe pse do merrni një lajm në fushën e punës suaj ose një aplikim i dokumentacion, kjo është gabim, sepse ndodhin këto me Merkurin në retrograd dhe afërdita në krahun tjetër disa vonesa parash, ose nuk keni marrë ca para, do hedhësh në bank dje, par dje për shembull, nuk kanë hedhur akoma, çfarë ndodh? Jo, janë vonesa që ndodhin, nuk është se ka fajin planeti ose ka fajin. Tani bëni pak durim, jo të nxitoheni dhe të nevrikoseni për gjëra që nuk janë të vërteta. Çështjet afatgjat që kanë në lidhje të dashurisë, duket se lidhjet që kanë të bëjnë me dashë të 10 ditë të parë, me peshore të 10 ditë të tretë, që është një lidhje solide, mund të arrini majat, por me peshk të 10 ditë të dytë, pse jo, është bashkim familjar për binjakët që ndodhen në Angli dhe janë në presin dokumenta, është një mundësi e artë për sa përket kësaj jave, sepse ose presin diçka të tillë ose është mos e realizueshme. Tani në këtë periudhë, nëse presin diçka të tillë, është koha dhe momenti i duhur për gjëra të tilla, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, sepse gjërat ndodhin dhe do ndodhin gjithmonë, por është dhe koha më e mirë e përshtatshme dhe gjërat që do të keni. Ajo është një farë kujdesi që duhet bëni, jo të nxitoni, sepse nxitoni me të drejtën tuaj gjënën, po vetëm mos u nxitoni në biseda me njerëz me influencë, njerëz të rëndësishëm, sepse ju dëgjojnë dhe juve duhet të jeni koshient, korrekt në gjërat e tyre, në çështjet që do të keni tani tutje. Prandaj gjithsesi e periudha është pozitive dhe jo negative. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ndikimeve të mëdha, tek shenja e stabilizimit ekonomik dhe e lidhjeve të reja të palidhurit që kanë shanse në lidhje dhe shkojnë në altar, që do të thotë gaforja. Gaforja dashura, me qenë se juve keni qenë disi në dilemë për sa përket çështjeve të punës, por me qenë se tani për tani gjërat janë të mbara, sepse dy gjëra janë kryesore: puna, stabilizimi. 10 diçi i tretë, që do merret që është me udhëtime, që ndodhet në Itali, do shkoj në Zvicër. Ja është në Shqipëri, do shkoj në Itali. Në lidhje me dokumentat, ka të bëj shumë me dokumentat dhe e zgjidh si problem, sepse kjo periudhë është një periudhë vërtet e mirë e mbarë. Një periudhë që nga njëra anë konfliktohen gjërat, ose ka çështje problematike të ndryshme, nga ana tjetër përfitoni.
Ktu është e gjithë historia, duke pasur parasysh mundësinë, çështjet e rëndësishme ekonomiko-financiare, marrja e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Dhe është një rëndësi, një çështje fantastike për gjërat që do keni tani atje. Mos mund nxitoni, sepse kur nxitohesh prish disa ekuilibra. Dhe juve nxitoheni nga ndonjëherë me të drejtën tuaj. 10 ditë që i dytë dhe 10 ditë që i parë, 10 ditë që i parë që ka të bëjnë shumë me disa çështje kredie dhe ka i problem ekonomik. Por do ta zgjidhni këtë javë, sepse i është dhënë fjala diku. Dhe kjo merr me të drejtën tuaj, sepse juve jeni koshient për atë çka ndodh. Nuk fshihni asgjë dhe kjo është diçka shumë e madhe që arrit dhe e përforcon ato gjëra që doni të bëni në kohën e duhur, në momentin më perfekt. Prandaj nuk është diçka shqetësuese. Është diçka e drejtë, është diçka që mund të nisen shumë gjëra dhe të arrihen majat. Prandaj miqtë mi, është momenti më i mirë i mundshëm, prandaj është koha që juve doni të realizoni në anën tuaj, në biznesën e gjërat së natyrës. Momentet të tjera, në çështje të tilla si ana ekonomike financiare, e përgjithshmja, një udhëtim për juve që jeni në Francë, shikojeni pak disa dokumenta që për të rritje, nëse është kjo, është një mundësi, por kërkohet vëmendje këtu, jo mos bëhet një gabim. Sepse gabimet bëhen, nuk është se ngelen pa çdo njeri që mund nisin një diçka e bëtis, nuk e le pastore. Por do pak kërkim. Për ju që jeni në njohje me peshk, përgatituni për diçka më tepër. Për ju që prisni një pasardhës, shenjë semafores, që jeni me ujor, është periudha shumë e mirë, e premtja, e shtuna, e diela, do shikoni diçka shumë të madhe dhe kjo është diçka që ju përket juve dhe ju takon juve. Dhe është një ndikim shumë pozitiv. Madje është një periudhë mjaft e mirë, pse jo i keni mundësitë dhe të arrini atje ku juve dëshironi, pretendoni dhe kërkoni. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësive të mëdha dhe roli drejtues, por kujdes nga të tretët ka pas, luanët. Për sa përket luanëve, dhe çfarë ndodh me luanët? Pse luanët kanë qenë pak a shumë për dilemat e tyre, nëse kanë pasur ose nuk arrin atje ku duan? Për luanët unë thosha që janë me shumë fat, për sa përket pikërisht kësaj jave, sepse kanë fatin e tyre, kanë mundësinë dhe kohën e duhur në lidhje me çështjet e takimet që kanë të bëjnë. Por nuk duhet të nxitohen, sepse janë nxituar shumë herë dhe kanë humbur në fakt në disa çështje madhore, mund të them unë. Por unë them që kjo është periudha më pozitive dhe një periudhë që nga ndonjëherë mund të kërkohet vëmendje, por jo të keni diçka që nuk është, që ju e quheni negativ në fakt për disa problematika të vogla që keni pasur pas disa kohëve, por unë them nuk ka vend për të shqetësuar, sepse është pikërisht ky moment, është momenti i artë për juve të kësaj shenje, sepse lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me stabilizimin, dhe diçka e dytë që ka të bëjnë në rol drejtues, edhe pse i ofrohet gjezidhje nëpërmjet punës, i ofrohet dhe gjeni një mënyrë që ta largojnë me lezet. Për jenë në rol drejtues edhe thotë që do bësh këtë gjë se është vendosur nga firma për shkak të bëj lëvizje. Mos e hani atek, se është diçka tjetër nga pas. Mendojeni një herë, ju keni të drejtë thuaj, po ndoshta më mendoj dhe u japi përgjigje ose ju kthej një përgjigje pak më vonë. Sepse jeni ju në rolin drejtues më tepër. Ata shikojnë matë impulsin, sepse me forcë nuk heqin dot. Ju keni firmuar si kontratë. Prandaj rishikoni këto gjëra. Edhe pse mund të ndodhin gjëra të tilla,
nuk keni pse të shqetësoni, mi themi absolutisht, përkundrazi, gjëra do jenë më ndryshe. E keni dhe mundësinë sepse do jepet një mundësi në këtë drejtim për të parë, për zgjidhur gjërat që keni pasur ose gjërat që juve doni të vazhdoni të veproni. Megjithatë, kjo periudhë është periudhë e shikimeve, e rishikimeve të gjërave të mëdha që mund të themi që është diçka mjaft e mirë, është diçka që është pozitive dhe jo negative për juve të kësaj shenje. Për sa përket dashurisë, lidhjet me ujor, për juve që jeni në Suedi, shenjës së luanit, ujor, binjak është një lidhje shumë pozitive dhe akrep të vjediçi 2, ku periudha ndodhin periudhat për një mënyrë apo tjetër, është një kohë shumë pozitive. Është një kohë e mirë, stabilizuese dhe konkrete në gjërat që doni të bëni tani tutje. Prandaj mos u shqetësoni, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar kjo, sepse është koha më e mirë, është momenti më i mirë në çdo aspekt që juve kërkoni dhe doni. Megjithse, sado që të jenë gjërat në vështirësi ose ka diçka që nuk shkon, për juve shkon gjithçka dhe nuk ngeleni në balë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësive të mëdha, e drejtimit dhe e martesave, që do të thotë Virgjëresha. Për sa përket Virgjëreshave, për Virgjëreshat, Virgjëresha duket se ka një mundësi tani, e marrim nga e fundit, për martesa. Njohje që bëhen në këtë periudhë, edhe pse mund të duket e çuditshme, edhe pse mund të duket që si mundet, kur një njohja dhe kimia është ekzistuese, është në shpirtin tuaj, nuk ka shanse ta prishi njëri. Por unë ju them një gjë Virgjëreshave dhe kujdesi që do të bëj. Nëse ka një njohje, por nuk e kanë biseduar me familjarët e tyre, nuk e kanë biseduar me njerëz të rëndësishëm, mos e ekspozoni, por bisedoni me njerëzit e dashur. Përveç njerëzve të dashur, në asnjë mënyrë vend tjetër. Sepse çdo lidhje, gjithmonë, lidhjet e dashurisë janë fatale dhe ashtu siç nisen bëtisen. Nëse nuk ekspozon, është ideale, sepse gëzimin e mbani brenda familjes tuaj, shtëpisë tuaj, të dashurve tuaj që ju dhem zemra për të parë fëmijën e tyre të lumtur. Dhe në një kohë, po shikoni zotit janë rralluar nëpër Facebookra, martesa, tregojnë unazën, tregojnë me foto, me kudion, sot janë martuar, nuk kanë shkuar javë, është gjeti stëmpe kudion, janë ndarë. Ose kanë qenë mirë e bukur dhe duke biseduar, duke përfunduar, miropashëm takohemi nesër dhe ai telefon nuk ra më. Çfarë? Është energjia negative, sepse është njësoj se punë e energjisë, ju më shikoni me këtë dritën, ai që bën dritë është korrenti. Ai është gati që po e preka me dorë, logjike, do vdesësh. Atëherë të pret aty. Kështu është edhe ekspozimi. Kjo të kuptojmë. Larg fëmijët mos ekspozoni. Shikoj nga ndonjëherë që ekspozoni fëmijët. Jo fëmijë mos ekspozoni. Sepse ai shikueshmëri, ku diun, mos e bëni për shikueshmëria, mos nuk e di pse arsyeën, po gjithsesi ju e dini vetë, nuk jam mund që t'ju them juve të mësoj, por unë them këtë. Është njësoj që një çift martonet edhe thot që të bëj familje, fëmijë, do blej shtëpi, do kompletoj, do stabilizoj gjithçka kam. 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet. E kërkon me këmbës së gjen. Kur e ke tani përballë, edhe nuk dëshiron sepse do të arrish maja, pra të fillosh. Është diçka natyrale, nuk pret. Dhe juve
i bini me këmbë asaj. Dhe e kërkon me këmbë asaj. Kur e ke me dorë, kur e ke në dorë, e kërkon me këmbë thënë fjalë. Edhe do të paguash miliona edhe prapë se prapë për pasur një pasardhës. Unë ju them, ju bëni si të dojë e barazëmës tuaj. Kanë dhënë sepse kjo periudhë edhe data do të shkoni nga fundi muajit ju, ku ndikimi i Neptunit në dash, atje do shikoni sepse në 2026 do futet tamam, por atë kohë do flas për shenja, për gjitha shenja, për këtë është një ndikim shumë i madh planetar, universal dhe sa ndikon në këtë gjë. Dhe këtu do të thosha bëni kujdes, mos ekspozoni. Ndash dashurin, ndash familje. Në lidhje me punën, Virjesha, keni një ofertë, po keni kujdes, do t'i diçi të dytë, sepse mund të jetë një ofertë me cen, them unë, ose tek kontrata, një paragraf që shkruan atje, mund t'ju anashkaloj, nuk e lexoni, se gramatimin nuk e lexon njëri, po të thënë rregull se të besoj edhe për firmos. Po atje ndodhet se shejtani fle te kufiri, aty ku është ku nuk duket mirë. Aty zgjohet ai. Prandaj keni kujdes vini veshin. Në lidhje me punën nuk ka diçka shqetësuese, por kjo javë është javë sulmi, por dhe mbështetje. Shkojmë tek shenja radhës, tek shenja të papriturve dhe ndryshimit të punës. Peshorja. Për sa përket peshoreve, ju jeni në role drejtuese. Jeni në një vend, në role drejtues, drejtor, punëdhënës, ku diun. Keni kujdes sepse ndryshimet që po bëhen dhe do bëhen tani e tutje. Ndryshimet do bëhen me lezet. Kjo është paksa mënyra që thash fillim të emisionit. Kujdes se çfarë flitet. Kujdes sepse ata presin të merrni zjarr. Edhe thoni digju vetë në zjarr, s'kam fajin unë. Mund të ato ndihmoj thot pastaj. Kur fillon problemet në gjërat e natyre. Por megjithatë, juve duhet jeni të kujdesshëm. Duhet jeni të vëmendshëm. Nga çdo drejtim. Meqense mënyra dhe mundësia janë dy gjëra të mira. Ju e keni, nëse do t'ju vinë ose unë t'ju flasin për një arsye apo për tjetër, punë e madhe. Asnjë nuk e ka marrë me tapi vendin e punës, rolin drejtues. Por mos dini të humbur. Se juve të shenjës së peshores, jeni kripa dhe piperi. Ju jeni e drejta dhe e të drejtëve. Por kush ua di? Për tek ju është drejtësi nuk ka lumaj që ka, dhe ju e keni. Është një moment që kjo javë do t'ju vendosi përballë një vështërsie që të komandoj dikush që ka marruar klasën e 8, themu, dhe juve keni marruar në Angli. Ky është një krahasim. Mirë, po në këto raste, që mos bini viktim në këtë drejtim në fushën e biznesit flas, rolin drejtues akoma, këtë drejt, do ta mendoj. Mos i thuaj as pas jo. Se është për ta të keq për atë që do të pyesi, ose për atë që bën televizje, jo për juve. Dhe një gjë ju thot Jorgo Pulla, peshorat e dashura, që asnjëherë nuk do të kuptoni që jeni pa punë. 80% të peshorëve janë punë. 20% kanë rënë viktim. Kanë punu për tjetrin dhe ka gjetë belan për veten e tyre. Një vëmendje do të bëjnë personat që janë në Gjermani, në Angli, në disa çështje problematike ligjore, por këto mund të ndodhin këtë javë, se kanë këtë javë shumë, e mund ta zgjidhin, siç duan ata, por mos u nxitoni në gjëra që mund të thoret ose mund të flisni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, që varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni, pavarësisht ka. Në çështje shpirtërore lidhet me dash, gafore, britsjap, është një moment fantastik që mund bëni një lidhje. Një dokument që mund ta merrni juve që jeni në Gjermani. Si ju peshorët anglisë kanë për të rritje.
Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e kasaphanës tamam. Dhe e mundësive, që fillojnë nga 0, ju do të thotë akrepi kasaphanë pse? Kasaphanë do të thotë që kam pasur shumë probleme në punë dhe juve jo pa qëllim. Ju nuk kuptoni. Ju zgjedhin për të qenë drejtues në një institucion ku atje është bërë kasaphan, s'ka asgjë dhe juve duhet ta rindërtoni. Meqense juve jeni shenja që jeni atje në maj dhe shkoni dhe në fund, edhe se vrisni mendjen fare dhe arrisni dhe në majë. Dhe për ju është kjo punë. Po mi më Jorgo, është për mua po ka kështu? Se unë vëtë falas, punoj falas. Ajo është, po si juve e perceptoni këta, po ju keni vullnet, ju keni punë, ju dini çfarë bëhet, ju dini ku do të shkoni, e shumë gjëra të tjera, kështu që kjo është në rolet më të ndryshme, në kohën më të ndryshme dhe në vendime më të mira që mund të keni. Sepse është mundësia, janë çështjet shumë të mëdha madhore, ku do të drejtoheni dhe gjëra do të jenë shumë pozitive, sepse është dhe koha, është momenti që kjo javë do t'ju mësoj shumë gjëra, por edhe nëse atje, që ta themi, domethënë, nëse ua kanë me hile themon, mos u shqetësoni fare. Që ta kenë punë e madhe. Në varet çfarë thoni ju, jo çfarë thon ata. Kështu që juve e keni dhe si mundësi dhe mund të arrini majat në gjëra që doni të bëni. Në çështjet shpirtërore ka të bëjnë akrep dhe akrep virgjëresh është idealja. Por juve që jeni në Zvicër, në Itali, do bëhet fjalë për dokumenta ku ose do rinovoni dokumentat ose do filloni prap një plotësim dokumentacioni, diçka që mund ndodhi, sepse kjo javë i ka këto gjëra. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e shpejtësisë, e mundësisë ekonomisë, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se kanë një mundësi të mirë në ekonomi dhe mundet që 10 ditë që i parë të nisi një biznes të dytë, sepse është një mundësi tjetër kjo që e lidhet me punën, lidhet me karrierën dhe me ndryshimin. 10 ditë që i dytë dhe i tretë, dhe i tretë, ka të bëjnë me një burim të ardhës të dyta, kur është mundësia më e mirë e mundshme që mund të përfitojnë diçka të papritur, sepse janë dhe kanë mundësinë e tillë, duke pasur parasysh edhe me ndryshimet, edhe gjërat që ata dinë se çfarë bëjnë, por kjo periudhë i ka lënë në hije, ka pasur shumë shpenzime, mundohen shumë që të bëjnë diçka në pozicionin e tyre planetar dhe ju jepet një mundësi tani për tani, meqense juve keni disa mundësi tani, nëse doni të zgjidhni mes punës, mes karrierës dhe mes gjërave që doni të bëni. Por, gjithsesi, ajo që do të keni juve, ka në lidhje me ekonominë, ka lidhje me vazhdimsinë. Por gjithsesi, kjo periudhë deri në një farë mënyre në punën tuaj, në karrierën tuaj, në marrjen e vendimit të rëndësishëm, duket se është koha, momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë. Gjithashtu, edhe pse shigjetarët gjithmonë janë në role drejtuese, gjithmonë dinë se ku do të shkojnë, për piketa shumë larg, dhe arrin në një farë mënyre, unë them po, dhe kanë mjaft gjëra pozitive, dhe një moment është mjaft i artë nëse do flasim datën 26-27, po 28 mbasdite, domethënë të mërkurë të 28 premte, po me datën 30 ditës diel, ka një ndikim tjetër se edhe mundësit janë, okay? Ka një mundësi e artë sepse lidhet me punë, lidhet me studimet më tepër,
për studim pune, një çështje që mund t'i ikni me për studentëve për shembull shkojnë jashtë, për ju që keni punë ose një dokument e merrni, dhe kjo është diçka shumë pozitive për juve, për të 30 ditësh të shenjës së shigjetarit, do arrin majat në fushën e biznesit. Por do kenë edhe disa kritika, po të janë kritika për të majtur gjallë entuziazmi, e do thonë që po, kjo bëhet kështu, po pse ke bërë këtë? Punë gjëra që juve i dini shumë mirë se çfarë ndodh. Në çështjet që kanë të bëjnë me fushën e dashurisë, këtu do bëhet pa kujdes. Sepse lidhjet e vjetra rikthehen. Për shembull, shigjetar virgjëresh, shigjetar dem ka një ndikim shumë të madh në kohë. Edhe pse juve mund mos bini në ujdi, ose mos bini dakord me gjërat që do t'i bëni, por është një mundësi tani për periudhën kur ndodhin këto gjëra, për kohën kur ju e keni edhe çështjet e tjera që do të diktoj ose do të ndikojnë. Në lidhje me një çështje e lini pezull, do thosha unë juve, anën ekonomike dhe dashurinë në një kohë. Por vetëm kujdes për juve që jeni në Itali, në Greqi, në Zvicër, to 3 shtete, mundohuni që juve të jeni gati për çështje të mëdha që do zgjidhni në fushën e punës suaj, por dhe njohjeve të reja që do të keni në fushën e dashurisë. Një fejes, pse jo, ose bashkim familjar, ka gjasa të jetë me peshk të 10 ishit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e të papriturve dhe e gjërave të mëdha që do të ndikojnë në këtë javë, që do të thotë britsjapi. Për sa përket britsjapëve, britsjapët duket se tani kanë disa mundësi. Mundësia më e mirë për britsjapët është nismateria. Këtu futet ekonomia, këtu futet karriera, këtu futen gjëra që më përpara ishte vështirë që të realizohen. Vërtet është koha ku gjërat do nisin në anën tuaj. Megjithatë, edhe pse kjo kohë është mjaft e mirë për sa përket britsjapëve dhe ndryshimin e madh që do kenë tani tutje. Megjithse juve keni mundësinë, keni rëndësinë që të jepni, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në anën tjetër, pozicionimin e planeteve, sepse britsjapët gjithmonë kanë mundësinë dhe i japin rëndësi gjërave të ekonomisë, duket se e kanë në dorë. Por në anën tjetër, është një moment shumë i mirë, sepse udhëtimet që do bëjnë britsjapët në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, e kanë edhe shumë të rëndësishme për sa përket punës, për sa përket takimeve, vendimeve të rëndësishme që mund të marrin, dhe është kjo kohë, është ky moment që ata mund ta zgjidhin dhe mund ta zgjidhin shumë mirë për sa përket karrierës. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshoret e 10 ditësh të parë, me dashët e 10 ditësh është perfekte, pak vëmendje me binjakët e 10 ditësh të dytë. Duket se ka një mundësi të ardhë në lidhje me çështjet e financave, sepse jo se ka një problem ose ka diçka që nuk shkon, por janë shumë të ndërlikuar këtë periudhë sepse kërkojnë të drejtën e tyre. Dhe kjo ngadonjëherë u jep mundësi në një anë, në anën tjetër ju vështirëson disi. Por meqense ujorët kanë disa mundësi shumë të mira, dhe mos ajo lidhje me punën aktuale, lidhje me ndryshimet që të kanë bëjnë, lidhje me disa takime mjaft të mira, por meqense ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Çfarë ka? Ka që në 10 ditësh të parë që do merren me një furnizim, për shembull, nëse kanë bizneset e tyre, furnizimi është ideal, nëse juve e bëni, domethënë, të ditën e ditën e premte dhe të shtunën, është diçka shumë pozitive, ose të hënën pasdite. Ka dhe ndikohet dhe kjo, sepse ka të bëjnë me ndikimet e financave dhe rritjen ekonomike financiare.
një moment që do të ndikoj, sado që gjërat vinë, sado që gjërat në farë mënyre do të kompletoni biznesin tuaj, është kjo javë, është javë shumë e mirë, edhe pse mund të keni pasur probleme në të shkuarën, por vjen një moment shumë pozitiv. Madje e keni mundësinë në lidhje me anën e financave, sepse keni pasur disa probleme të vogla me financat dhe nuk e keni arritur ta rregulloni, po vjen ky moment, është një moment shumë i mirë për ta stabilizuar ata dhe për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në lidhje me çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse ujori 10 diçit parë që është në Austri për shembull, ose është në Zvicër, ka të bëjë shumë me shenjën e virgjëreshës dhe këtë bashki familjar, aplikim dokumentacioni që ka të bëjnë në ujorët që janë në Itali ose në Gjermani, është mundësi shumë e mirë se gjithkënd në Europë kanë mundësinë e dokumentacioneve që mund ta stabilizojnë, por do të binë pas tani. Tani është koha, tani është momenti i duhur për gjëra të tilla dhe mund ta realizojnë. Bashkim familjar, nëse keni pasur problem dokumentacioni, ka të bëjë shumë me akrep. Kurse 10 diçi i parë në lidhje me pasuritë palujshme, lidhje me një punë të dytë, të ardhës është mundësia dhe është një moment mjaft i mirë, do thosha unë, sepse e prisni gjë të tillë ju dhe kjo është momenti mund të rregullohet dhe rregulloni direkt tani, sepse është koha dhe kjo është një periudhë që e vështirë në plan parë, por shumë e mirë në komunikimin dhe në gjërat të tjera që do të keni tani e tutje në anën tuaj. Por gjithsesi, bëni kujdes në firmosje, nëse do t'i duhet ditën e hënë paradite në ora 7:11, keni pak kujdesshëm për drejtim. E përgjithshmja për të 30 ditë të shenjës së ujorit janë në anën më të mirë të qenë ndonjëherë për sa përket kësaj jave e në vazhdim. Do shikoni edhe vetë ju se ka shumë mundësira që ju të rregulloni dhe të stabilizoni gjërat e juaja. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ndikimeve dhe e mundësive të mëdha që do të thotë shenja e peshqive. Përsa përket shenjës së peshqive, për peshqit mund të themi shumë gjëra, por ato që do veçojmë. Peshqit edhe diçit të parë, nëse do kenë ndryshim nga puna, është mirë nëse u bëhet një ofertë para se të bëjnë ndryshimin e punës të lëvizjes nga ai vend pune, ta pranojnë, sepse është në të mirën e tyre, jo për arsye se s'kam çfarë të bëj, s'kam një punë e do shkoj. Se të shumta raste kjo është problemi që kur nuk ke një punë stabil dhe mundohesh që ikën nga ajo punë që ke qenë dhe këtu është një problem, atëherë kjo mund të zgjidhet. Po si mund të zgjidhet? Zgjidhet në mënyrë më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë në lidhje me bisedat që do bëhen. Bisedat mund të bëhen ditën e martë, mund të bëhen ditën e ite, mund të bëhen ditën e premte të 10 ditë të parë. 10 ditë të dytë, edhe pse ka pasur disa çështje toke, probleme toke nëse me pasuritë palujshme. E thon kështu, por kjo mundet edhe të rregullohet sepse është një mundësi mjaft e mirë për anën e gjërave të ligjit, sepse përfitojnë në çështje ligjore, ka pasi drejt vetë ata, nuk është puna se e them unë edhe kështu është, por kjo drejtësi futet punë tani. Ky moment është tani. Dhe kështu që nuk ka pse për juve të shqetësoni në gjëra që nuk kanë vlerën e duhur për punën që kërkoni. Në çështjet që kanë të bëjnë, edhe pse të tretët duhen me dëm ose di çfarë jeni juve, di çfarë punë bëni, dhe mund të ju joshin në farë mënyre, ju ofrojnë diçka më tepër, por keni kujdes me orare. Të 30 ditë gjithashtu, edhe në lidhje për që janë jashtë, për shembull, janë në Francë, janë në Angli, janë në Suedi, janë në vendet noridike, kanë mundësinë për të arritur dhe për të ecur përpara. Kjo është diçka shumë e mirë e tepër pozitive për të vepruar dokumentacione dhe gjëra të natyre. Këto ishin pra pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj jave nga data 24 deri më datën 30 mars të 2025.
Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëria Media Sport dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi paketat që ne ofrojmë. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, atje ajo me të vogla, aty te dritare, vendosni të dhënat e juaja dhe numrin për katës të blerjes dhe pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Por juve që doni që çdo video ku astrologu.al ngarkon në YouTube dhe dëshironi që në kohën që jemi live apo nuk jemi live, ju mund të dërgoni mesazh dhe mund na shkruani në inbox, atëherë klikoni këtë butonin këtu, i klikoni të gjitha, na bëni share dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazh. Unë ju uroj, më të mirë ju uroj.